ndjenjen, imazhet, tingujt, imagjinatën, nëpërmjet fjalëve duke ndërtuar fjali. Nxënësit sjellin në letër shkrime mes zhanreve të ndryshme letrare, poezi, prozë dhe ese. Nxënësit në krijimet e tyre të shkruarit janë udhëtar në një botë të pafund të botës së imagjinatës. Nëpërmjet shkrimeve, fëmijët në arsimin fillor dhe atë të mesëm të ullët shprehen të gjitha ndjenjat të cilat ndonjëherë nuk mund t'i flasin me zë. Andaj, ata një pjesë të vetës nëpërmjet shkronjave i pasqyrojnë në letër, duke krijuar një imazh të mendimeve, ndjenjave dhe imagjinatës së tyre. Në çdo fjalë të poezisë, prozës, eses, ata vendosin shpirtin e tyre, me anë të së cilës ndjenjë shprehin mendimet e thella të tyre për çështje të caktuara, të cilat janë bota që ata i rrethon dhe bota të cilën ata e krijojnë në imagjinatën e tyre. Dea Fejzullahu tani është semi-maturante, përballë angazhimeve në mësime në baza ditore, përgatitjes së testit të arritshmërisë dhe për zgjedhjes së profesionit për shkollim të mesëm. Dea nuk e ka lënë anash pasionin e saj për shkrim. Dea në shkrimet e saj në poezi ka shprehur ndjenjen, mendimet dhe përvojën e saj lidhur me preokupimet e adoleshencës. 28 poezitë e saj të krijuara, Dea i ka përmbledhur dhe i ka botuar në libër të titulluar Det mendimesh. Me shumë pasion Dea tregon edhe fillimet e saj të shkrimit. Së pari kemi fillu edhe prej shkollës me shkrime ndryshme si ese, poezi, shkrime për ditë shkollës, ditë librit apo ditë ndryshme, edhe pastaj edhe duke lexuar edhe gjatë jetës ka fillu një kurreshje që shka nëse i kisha grumbullu këto poezi të një periudhe që ka ndodhur, edhe i kisha bu bashkë dhe ndoshta kishin një rezultat i bukur edhe tu kërku poezi, tu shkru hala ma shumë, e kom vrejt që për kanë tematikën e një që ka qenë shëndeti mendor, edhe që e kom vrejt që edhe në për libra nuk është që kemi shumë që diskutohet, sidomos këtë temë, edhe ka qenë shumë e nevojshme për mu që pse ju mi marrë ato mendime, ato poezi, edhe me i transmetu edhe me i bu bashkë për me kriju një libër, që kryesisht e ka pas tematikën për shëndetin mendor. Finalizimi i librit ka ndodhur gjatë verës vitit 2023, ku duke lexu, duke eksperimentuar, kam vrejt që gjithmonë kam pas një ëndër për me pas një botim timin, edhe pastaj duke i shiku poezit, edhe duke i kam vendosur me lënë emrin Det mendimesh për shkak se edhe mendimet që sjellojnë mendjet e një personi janë me të vërtetë shumë gjëra, sikur se një det ka qenë një lloj metafore aty. Edhe pastaj kemi ardhur edhe tek puna e dizajnit, edhe shumicën e poezive i kam kriju me dizajn vet, kështu që janë edhe vizatimet e mia përveç kopertinës, po kanë qenë edhe një shtypje e madhe, një motivim i madh për familjes, sidomos për familjes ngushtë, ku ata me të vërtetë e dinin këtë ëndër edhe me zëspresnin me ndihmu me realizu. Mendimet e saj dhe të bashkëmoshatarëve mbi të pathënat e shqetësimeve të tyre, të moshës, Dea i ka shkruar me një mjeshtri të hollë, të cilat vargje lehtësisht zgjojnë kurreshtjen për lexim me një frymë. Vendosa me shkru kryesisht për shëndetin mendor, për shkak se shumica adoleshentave ndihen me një farë, është një periudhë që gjithë të klasifikojnë, që janë disa mendime pak më të arta, janë disa pyetje retorike që ndoshta ta rrëmbejnë mendjen për një kohë gjatë, edhe kam shkru për ankthin, për stresin, pastaj ka edhe poezi rreth rritjes edhe kalimin e etapave të jetës, për shkak se prej fëmijërisë në adoleshencë është kërgja një farë hapi i madh, po besoj, edhe shumicën e poezive janë lidhur me stresin edhe me ankthin, siç janë po besoj edhe muna me të lexuar disa tituj, është Zoj brendshëm, pastaj është Flutura, pastaj kemi një lule, Dëshirën, Vallëzojmë, Dëgjë, e shumë tjera që janë pjesë e librit.
pastaj duke bisedu me bashkëmoshatarët mirë, kom vrejtë që njëjtat probleme i kemi gjithë, po vetëm nuk i flasim, na ka mbetë si një temë ma tabu, kisha thonë. Edhe pastaj vendosa, thash, pse mos me folë, pse mos me qenë une që e marrë hapjen e parë për me diskutu për këtë temë. Edhe e kam pas fatin për një bashkëpunim tepër të madh edhe me bashkëmoshatarët që i kam lexu poezi, më kanë jap komente, si të më shoqëria, po gjithashtu edhe familja dhe ka qenë një vullnet i madh i gjithëve, jo vetëm i imi, për shkak se nëse vetëm nuk do kisha mundur ta realizoja këtë projekt. Edhe ma shumë frymëzim ka qenë, ku marrë frymëzim tek vetja, pastaj tu bazuar tek bashkëmoshatarët dhe që ka bashkuat. Poezitë e saj, Dea i cilëson një lloj komunikimi me të tjerët, duke lënë një shenjë në mendjen e lexuesit. Treni që po pret, po të vi me furi të madhe. Ai do arrijë në çastet e duhura. Do të shpije në rrugët e duhura, mos u brengos. Në stacion qëndro duke pritur. Merr frymfell dhe largo mendimet. Heq dorë nga zëri i brendshëm, përjeto atë që ke përpara. Pasi ardhmja do të vi, e tashmja do të bëhet e shkuar. Sa shumë kohë kam harxuar, e dashuron, duke planifikuar, e pastaj duke u arratisur nga dështimet. E dashuron, do doja të esha pranë teje, aty në stacionin e së ardhmes. Dhe të tregoj cilën rrugë të zgjedhësh, e dashuron, do doja të ktheja kohën në stacion. Ti marr gjërat me shaka, e dashuron kape momentin, e dashuron mos e dorëzo, e dashuron të vlen. E dashur unë është poezia për të cilën Dea tregon arsyen e shkrimit të saj. Atër poezia ma shumë ka të bëj, për shkak se vrej si individa e kemi ato me ungut tu i bëjë gjërat të përditshme, edhe ndonjëherë nuk e shijojmë një moment saktum, dërsa kur kalon momenti, kur kalon ai moment, themi, ka qenë një moment shumë i bukur. Po gjithashtu edhe ka qenë që me relaksu pak vetën, që mos mi marrë gjërat ashtu me stres edhe me dramatizëm, po me shiju edhe me ndonjë sfidë, me shiju atë ëmbëlsinë që ta jap sfida. Me librin e saj, Det mendimesh, Dea bart edhe mesazhin te bashkëmoshatarët. Si adoleshenta ndonjëherë edhe i dramatizojmë gjërat, apo mendimet e emocionet, për kryesisht ka qenë që emocionet e secilit vlejnë, edhe ato duhet të marrën parasysh edhe në për masa dramatizuar, edhe nëse dramatizohen emocionet që mos me qenë të friguar për ta thënë atë që po e ndjejnë, po gjithashtu edhe që me ju respektu secilit emocionet e veta dhe edhe shoqëria mes veti me ju ndihmue, sidomos familja. Shëndetit mendor ja kishte kushtuar një libër të tërë poezish Dea, derisa Era, nëpërmjet poezive dhe tregimeve, ka nxjerrë në pa të drejtat e gruas, trashëgimin kulturore shqiptare në disa dimensione. Këto pikpamje, Era i ka pasqyruar në 7 tregimet e shkruara. Të drejtat e grave në atë kohë, kryeplaku i shtëpisë, bujqësia në atë kohë, ushqimet tradicionale, veshjet tradicionale. Unë prej se kam qenë e vogël, i kom një prej njerëzve të tjerë, duke folur për kohën si ka qenë më herët. Më thonë edhe unë kom vrejt një ndryshim shumë të madh, koha e hershme dhe koha sot çysh është, për shkak se do të thonë ka ndryshuar edhe tek veshjet, por edhe personat kanë ndryshuar. Po ashtu, unë kam qenë e motivuar edhe nga familja ime, po ashtu edhe nga arsimtarja e gjuhës shqiptare Verina, e cila më ka jepur më shumë motiv dhe vullnet që të vi deri në këtë pikë, do të thonë. Po ashtu, në këtë librin që e kam shënuar, në së shumti kam shkruar për kohën e hershme, po ashtu i kam përmendur si ka ndryshuar koha dhe si është tani. Kam folur edhe për Prizrenin, i kam shënuar edhe 3 poezitë, të cilat janë të ndërlidhura për luftën, sigurisht dhe Adem Jasharin, i cili ka bërë shumë gjëra për ne. Po ashtu, unë në këtë libër i kam shkruar edhe disa tregime, ku një tregim është më i gjatë dhe ai, do të thonë, është në atë janë të ndërlidhura çka kam shkruar. Për temë për shembull për bujqësinë, për ushqimin, për veshjet, të gjitha. Në poezit, Lufta, Adem Jashari, Kosova në liri, Era, edhe pse është vetëm 13 vjeçe,
dhe nuk ka përjetuar asnjë nga këto ngjarje për të cilat ka shkruar, ajo tregon se ka dëgjuar shumë nga prindërit e gjyshërit. Historinë e Kosovës dhe popullit të saj, me shumë sfida e vështirësi, i ka të dëgjuara nëpërmjet përjetimeve të familjarëve. Andaj, ato rrëfime të dëgjuara nga të tjerët, Era me ndjenjen e saj i vendosi nëpërmjet fjalëve në vargje. Unë i kam dëgjuar edhe prindët e mi duke folur si e kanë të kaluar edhe luftën, dhe si e kanë të kaluar koha që ka qenë më herët, dhe më kanë lënë për shtypje, që unë i kam patur disa mendime brenda vetës, edhe disa tregime ku nuk kam patur ku mi shprehur. Dhe kam vendosur që në shkrim, të shpreh ato mendime që i kam ënë. Po ashtu për kraja ime, përpos familjes, e përmenda ka qenë edhe prej arsimtarës së gjuhës shqipe, Alberinës, po ashtu edhe kujdestarit së klasës, Lulieta Kika, ku me kanë ndihmuar që të vi deri në këtë pikë dhe më kanë jepur vullnet më shumë, siç edhe në shkollë, po ashtu edhe familja. Tregimet dhe poezitë Era i ka botuar tani në një libër me titullin Koha ka ndryshuar. Lufta filloi e mbaroi, por askush nuk u dorëzua. Të gjithë vrapuan e u torturuan. Jetonin në male e se luftuari nuk pushuan. Gjoku rjete kudo në tokë e plisat ende në kokë. Dëshmorët tonë su dorëzuan e për liria ta nashkuan. Kosova në liri. Kosova jonë në liri, këngë valle kudo në vend, të gjithë të gëzuar e kur të dorëzuar. Me lot në sy ata na shkuan e sot të gëzuar, është Kosova jonë. Me këto vargje të lexuara, Era tregon se duke e njohur të kaluarën, secili nga bashkëpunëtarët e saj mund të ndërtojë të ardhmen edhe më të mirë për veten dhe vendin. Ideja jam ka qenë që mi tregu edhe atyve që mos të i kaloni shumë prej kohës që e ki kaluar. Nxënësit në arsimin fillor më shumë janë të prirë të shkruajnë ese. Eseja cilësohet si shkrim i cili analizon një temë të caktuar, duke shprehur mendimet dhe qëndrimet e shkruesit për temën e përzgjedhur. Në ese nxënësit hulumtojnë dhe organizojnë mendimet dhe faktet. Reina Sulejmani është nxënëse në klasën e 5. Ese të cilat ajo i shkruan përmbajnë tematika të shumta dhe të ndryshme, të cilat me shumë profesionalizëm radhit faktet dhe mendimet njërin pas tjetrit, për të vënë në pa një ngjarje faktike dhe imagjinare. Reina tregon që nëpërmjet eses i ka shkruar natyrës, të bukurës, prindërve, mësuesës. Kam për shembull edhe ese për nënën, edhe ese për mësuesën, edhe për ese për familjen, normalisht. Edhe mu pëlqejnë esejat se duke shënuar ese unë e muj me shpreh vetëm me gojë, por edhe me shkrim e shprehje vetëm për shembull ma mirë, se për shembull e përdori punën mendore edhe më mundohem më shumë, pra për që ata më pëlqejnë mu esejat. Në eset e Reinës, vend të veçantë kanë edhe ngjarjet historike për vendin, Kosovën. Nota e zjarreve, flokët që nuk shuhen kurrë. Era e druve të djegur përzihej me ajrin e freskët të natës, ndërsa flokët ndriçonin fytyrat e njerëzve për rreth. Të qeshurat dhe zhurmat mbushnin hapësiren, por unë ndihesha e humbur mes turmus. Gjithçka duke njësoj si çdo vit, zjarri i madh, në mes njerëz që kërcenin rreth tij, qielli i mbushur me shkëndija. Por për mua nuk ishte njëjtë. Dikur kjo natë kishte një tjetër ndjenjë. Ishte një natë ku gjithçka dukej magjike, si në porrolla e bukur. Ku shikoja zjarrin dhe ndihesha sikur çdo dëshirë mund të bëhej realitet. Por tani, nuk e di pse, por ndihesha bosh. Njerëzit flisnin, qeshnin, festonin, por mendja ime ishte diku tjetër. Po kujtoja vitet e kaluara, ku kjo natë kishte një domethënie tjetër për mua.
kur nuk më duhej të mendoja për gjërat që ndryshonin, për njerëzit që largoheshin, për kujtimet që mbetshin, vetëm kaq, kujtime. Një shkëndi u ngrit lart në qiell dhe për një moment më dukej sikur po shikoja gjithë të kaluarën time, duke u zhdukur bashkë me të. Një ndjenjë e çuditshme më pushtoi, një përzierje mes mollit dhe diçkaje tjetër, diçka që se kuptoja plotësisht. U afrova pak më shumë te zjarri dhe ndjeva nxehtësinë e tij. Ishte aty i fortë dhe i fuqishëm, duke më kujtuar se disa gjëra ndoshta nuk ndryshojnë. Ndoshta jo gjithçka humbet me kalimin e kohës. Mora frym thellë dhe mbylla sytë për një moment. Kur i hapa, e ndjeva veten, pak më ndryshe. Nota e zjarreve kishte ndryshuar për mua, por ndoshta jo në mënyrën që kisha menduar. Flakët mund të ndizen dhe të shuhen çdo vit, por ajo që mbetet brenda nesh, kujtimet, ndjenjat, gjithçka që kemi përjetuar, nuk zhduket kurrë. Dashuria ndaj atë dheut rejna përveç në fjali të shkruara, e tregon edhe me fjalë. Unë edhe pse nuk kam përjetuar luftë, unë kam dëgju luftën prej prindërve të mi veçanërisht edhe prej familjes, edhe mund ka bu përshtypje se kom mendu tani me bu një esej për këtë. Edhe mësusja na ka caktu temën për epopejen e UÇK-s, edhe kom vendos me bu një esej që jo vetëm dëshmorëve, nuk i kushtohet vetëm dëshmorëve, por edhe Adem Jasharit. Pra të gjithë luftëtarëve që kanë ndevur gjak që ne ta gëzojmë këtë liri që kemi sot. Gjithë kom pas qef për shembull me shënu esej, edhe kom pas qef për shembull me përshkru diçka. Unë e kam këtë një esej për natën e zjarreve, ja kom kushtu këtë esej të gjithëve dëshmorëve që e kanë sakrifiku veten për hir të shtetit vet, shtetit ton, pra. Veçanërisht po flasim për Adem Jasharin, një komandant legjendar që jo veç se e sakrifikoi veten, por e sakrifikoi edhe familjen e vet për vendin tonë. Figurës në letërsinë shqiptare, e cila dha kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e letërsisë dhe kulturës shqiptare, Elena Gjika, nxënësi, Jari Dushi, i kishte kushtuar një shkrim ese. Elena Gjika është një grua shqiptare intelektuale. Ajo lindi me 22 janar 1828 në Bukureshт dhe vdeku me 17 nëntor 1888 në Firenze, Itali. Ajo shkruante vepra të ndryshme kundër regjimit të komunizmit dhe kaloi një kohë të gjatë në burg. Ajo i dinte 7 gjuhë: shqipen, frëngjishten, rusishtën, gjermanishtën, greqishtën dhe rumanishtën, po ashtu dhe italishtën. Ajo ishte një shkrimtare e njohur shqiptare dhe shkruante libra dhe vepra të ndryshme. Ajo ishte e njohur nga letërsia dhe publicistika e saj. Edhe ishte një aktiviste dhe ajo u merrej me alpinizëm. Jari kishte shkruar këtë ese për të shënuar ditën e shkollës, e cila mban emrin Elena Gjika. Historia është fusha në të cilën Jari gjen veten, prandaj ai shkruan për figurat e shquara dhe kontribuese shqiptare në të gjitha sferat e jetës. Eset e mia kanë tematika për historitë e ndryshme të shteteve, për ngjarjet e ndryshme historike të Kosovës, të cilat të gjitha periudhat që i ka kaluar Kosova i kam shënuar në ese. Shpreha më mirë në ese me shkrim, dhe prej që ka qenë i vogël më ka pëlqyer historia e shteteve të ndryshme. Nxënësit të cilët kanë prirje për të shkruar zhvillojnë mendimin kritik, logjik dhe kreativ. Vë në dukje arsimtarja e gjuhës shqipe albana Zekaj Kelmendi. Shkrimin, arsimtarja albana e cilëson një mjet që u jep mundësi nxënësve të udhtojnë përmes fjalëve në botën për të njohur vetveten dhe shoqërinë me normat e saj.
ata nxënëse kuptojnë se si mund të shprehin veten përmes artit të letërsisë, si mundet bota e tyre të brendshme, bota e tyre e brendshme të bëhet një me botën e brendshme të një njeriu tjetër që është shkrimtari, që ndoshta ka vdekur para shumë shekujve, po që emocionet e tij, subjektiviteti i tij e lidh me lexuesin. Edhe ata e dinë se sa e fuqishme është gjuha. Do të thotë mësohen prej asaj se çfarë fuqie ka gjuha për të ndryshuar gjërat. Dhe sa e fuqishme ka qenë edhe është edhe sot e kësaj dite. Nxënësit treguan se shkrimi për të gjithë ata do të vazhdojë të jetë pasioni i tyre, që pavarësisht profesioneve në të ardhmen, ata do të krijojnë dhe shkruajnë. Shumë herë kam thënë që kjo është vetëm fillimi, për shkak se prej një moshë shumë të re kam filluar të shkruaj edhe nuk i bëj dhe kam qef që me vazhdu këtë hobi. Edhe në të ardhmen jam duke planifikuar edhe disa shkrime tjera, po kam pasur edhe poezit që janë jashtë librit edhe shkrime që janë jashtë librit që janë botuar në gazeta online, kështu që normal që do të vazhdoj në atë rrugë. Ka qenë vetëm fillimi im, por unë gjithmonë kam menduar dhe mendoj se do të vazhdoj, të mos ndalem asnjëherë dhe më thonë këtë profesion. Ku po ashtu mendimi im për bashkë moshatarët e mi është atë mendim që e keni brenda vetes, nëse nuk keni ku për ta shprehur, shprehni do të thonë në shkrim. Unë nuk do ta lë mbrapa shkrimet edhe eset e mia, por do ta mbaj si pasion. Mesazhin për të tjerë fëmijë është që mos të ndalen, pra ta ndjekin ëndrrën e tyre ose hobin e tyre, pasionin, si që kanë. Unë pasioni im është edhe për të shkruajt ese. Ndina shumë mirë kur shkruaj ese, e ndije veten më të relaksuar. Arsimtari Albana tregon se përveç mësimit dhe orëve të rregullta mësimore në lëndën e gjuhës shqipe, në shkollën fillore dhe të mesme të ulët Elena Gjika, është dhe klubi letrar, në të cilin nxënësit zhvillojnë aftësinë edhe të shkruarit. Përveç aktiviteteve parapara me kurrikul, bëjmë edhe aktivitete ekstrakurrikulare, po që në të njëjtën kohë shërbejnë rezultateve të parapara me kurrikulen, sepse edhe pse janë aktivitete jashtë kurrikulare, ato duhet të bazohen mbi rezultatet e kurrikules. Njëri nga aktivitetet që bëhet në për të gjitha shkollat fillore besoj, është edhe grupi i letrarëve të rinj ose grupi i nxënësve që merren me letërsi. Aty për ato grupe çdo javë, çdo 2 javë diskutohen romane të ndryshme, lexohen vepra të ndryshme, jo vetëm romane, po edhe poetike, edhe ndoshta edhe disa studime, edhe pastaj diskutohen me grupet nxënësve që kanë aftësinë të shkruar, edhe që kanë aftësinë të kuptuarin e një teksti artistik letrar, siç është letërsia. Mesazhi kryesor është që të mos dorëzohen, të shkruaj vazhdimisht, sepse me praktikën vjen përmirësimi, me praktikën vjen rezultati gjithmonë, edhe talenti i pakt nëse punohet shumë në të, do të arrihet një rezultat shumë më i mirë se sa dikush që është talent shumë e nuk punon fare. Madje, në këtë shkollë realizohet edhe mësimi ekstrakurrikular, ora e leximit. Te letërsia ne si aktivi gjuhëve dhe komunikimit këtu në shkollë, organizojmë çdo javë një orë leximi, që bëhet prej klasave të 6 deri në klasën e 9, edhe në këtë orë të leximit zgjidhet një roman, zgjidhet një vepër letrare, çfarë do, edhe lexohet përgjatë tërë vitit shkollor pjesë. Tash nxënës brenda atyre orëve të leximit janë në gjendje me zhvillu leximin, me pasuru fjalorin e tyre me fjalë të reja, sepse i diskutojmë edhe fjalë të panjohura, kuptimin që kanë, edhe në të njëjtën kohë ata e kanë të mundur të bëjnë lidhjen me realitetit e librit me realitetin e tyre, ose realitetin e librit kohën, të shohin ndryshimet, bot kuptimet e personazheve të ndryshme, pastaj ne bëjmë gjithmonë edhe parashikime për atë që do të ndodhë. Nxënësit me krijimet e vargjeve në poezi, fjalit në tregime dhe ngjarjet faktike në ese, krijojnë një urë lidhse mes botës së tyre të brendshme të ndjenjave dhe botës së jashtme në të cilën jetojnë. Kjo i ndihmon të rinjt të ndërtojnë një të ardhme më të mirë, më frymëzuese dhe më të pasur me ngjyra.